Let's Talk in English, kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. Every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi në studio mirë me një herë mbas hapësirës së parë muzikore që startonte programi në ditën e sotme. Keni ndjekur grupin Casting Crowns dhe në këtë momente në studio është bashkuar I ftuari për sot. Unë kam prezantuar shkurtimisht edhe pak më parë. Do të jemi në një bisedë shumë të veçantë me Kostika Zdruli, I cili është punonjës social pranë qendrës rezidenciale për të moshuarit Villa Kennedy këtu në qytetin e Korçës. Kostika, të përshëndes dhe të falenderoj që mes gjithë angazhimeve dhe udhëtimeve që ke pasur së fundmi, gjetë kohën dhe mundësinë për të qenë pjesë në program. Mirë se ju gjeta, ju falenderoj për ftesën dhe është një kënaqësi që të jem në emisionin tuaj. Në fakt, në puntatën e shkuar të programit Muzik Plus ditën e djeshme, unë kam zhvilluar një tjetër intervistë kushtuar ditës të moshuarve dhe më vjen mirë që në qytetin e Korçës ekzistojnë qendra të shumta për momentin, duke ofruar më tepër kujdes për të moshuarit, më tepër mbështetje për ta, duke ofruar më shumë dashuri edhe pse jo duke qëndruar pranë tyre në çdo moment. Prandaj në ditën e sotme do të ndalemi më tepër tek puna juaj prej vitesh tashmë I rezidencës Kennedy, Villa Kennedy këtu në qytetin e Korçës, edhe për mbështetjen që ofroni për të moshuarit në përditshmëri, jo vetëm në ditë të veçanta specifike. Prandaj më trego pak duke nisur nga dita e djeshme. Si u përjetua festa e 1 tetorit pranë qendrës suaj, çfarë ndodhi më konkretisht? Doja të flisja pak më gjerë. Me sa di unë kjo ditë është vendosur diku në vitet 90, që është vendosur të kremtohet si ditë në mbar botën. Kujtoj që si pjesë e fondacionit Kennedy kishës ungjillore, qoftë si vullnetar, qoftë edhe si punësuar, prej shumë vitesh ne e festojmë këtë feste, e kremtojmë duke kaluar në momente të ndryshme me të moshuarit. Por atë që kam vënë re, megjithëse mund të bëhen rreth 20 vjet që edhe në Shqipëri ka filluar të bëhet e dukshme kjo gjë dhe mos lihet më një tetori, ka shumë të moshuar që nuk e dinë këtë ditë. Në qoftë se lidhemi me ndonjë ditë, për shembull dita e infermierit, dita e mësuesit, dita e nënës, festa e fëmijëve, një qeshori apo diçka tjetër, ka shumë të moshuar që nuk e din që 1 tetori është dita e tyre. Dhe atë që po reflektoja dje në mëngjes, ish një nga gjërat që e bën të veçantë në çdo vit që e kremtojmë është të prezantojmë të moshuarve që kanë ardhur gjatë vitit pasardhët, pra pasi kemi festuar 1 tetorin në 2024, dhe në mëngjes kemi uruar, po pse çfarë është sot? Po kjo është dita juaj dhe aty kam parë që ka shumë të moshuar që nuk e din. Kjo është një moment për të ndalur, për të treguar vlerësimin që kemi ndaj tyre. Nga ana tjetër një lloj rikujtese, ka shumë të moshuar që thonë po, ja do festojmë Bajramin ose do festojmë një majin apo do përkujtojmë festën e pavarësisë. Nga ana tjetër janë mësuar dhe ndihen mirë që po kemi 1 tetorin. Tani dhe kjo është një festë e shtuar në kalendarin ton dhe është festa më e madhe që kemi. Ne festojmë Krishtlindjen, respektojmë besimtarët e besimeve të tjera musliman, por kjo është dita jonë që ata janë të moshuar dhe që këtu nis ajo atmosfera e festës, së pari duke vlerësuar kontributin e tyre, duke vlerësuar pse duhet ta përkujtojmë këtë ditë, pse meritojnë ata respekt, vlerësim, shërbim, mirënjohje. Kjo ishte atmosfera me të cilën hapëm ditën. Si është për ty përgjatë këtyre viteve të jesh pranë
kësaj rezidence të ofrosh atë mbështetjen tënde, kontributin tënd të vazhdueshëm. Edhe nga ana tjetër besoj që në përditshmëri merr emocione nga më të ndryshmet prej secili prej tyre me të cilët ti ke kontakte. Po filloj nga emocionet të parat, emocionet janë të shumë llojshme. Do të thënë janë shumë komplekse. Në një punë të tillë duke përshëndetur të gjithë stafin pa përjashtim, duke nisur që nga drejtuesit, duke nisur nga infermieret, kuzhina, kujdestaret, shoferët, punojnësi kopshit, sanitare, pse po e them këtë? Të punosh me njerëz ka disa risje. Ka një kënaqësi të madhe, po janë edhe disa risje dhe është presioni që vjen me emocionet, me sfidat, kujdesin, vetkontrollin, të ruash të gjitha standardet që duhen ofruar dhe duke nisur me këtë përballje, nga ana tjetër përballesh me emocione shumë prekse. Qof gëzimi, qof fatkeqësisht punoj me të moshuar të cilët janë në fundin e jetës, ndonjëherë janë pa shpresë, na duhet që t'u japin shpresë. Na duhet që shpeshherë ti mbështesim, ti inkurajojmë dhe bëhet një, si të thuash, një kompleks emocionesh. Nga ana tjetër, them që kam një fat. Unë kam mbaruar shkollën për mësues, kam ndëruar për shumë vite që unë isha mësues gjuhë letërsie. Mi po zbulova që unë mund ta bëj shumë mirë lektorin, mund të bëj shumë mirë atë misionarin e dijes, ndoshta me mbështetje dhe me përvojë dhe sepse janë gjëra që është një punë e vështirë. Por duhet të jesh shumë fleksibël. Unë kam një model, krye modelin tim, e përshëndes nëse do më dëgjoj, Stefana Gjermanin, ish mësuesi im kujdestar, një mësues model dhe të jetë fleksibël dhe thoja që ndoshta unë nuk do isha personi i përshtatshëm për të dhënë më tepër se mësuesi nxënësve ose fëmijëve ose studentëve. Për këtë arsye nuk e zgjodha që të ndiqnja ëndrrën time, u kënaqa që përfundova studime për letërsi. Nga ana tjetër ndodhi diçka që nuk e kisha menduar kur. Kisha ungjillore, Fondacioni Kennedy, miqtë e mi që më kishin mbajtur pranë, më thanë që ne kemi një vend pune për ty. Punoj social në rezidencën e cila kishte rreth 1 vit e gjysmë që ishte hapur. Nuk kisha menduar se çfarë do ndodhte, po ditë të them që jam shumë i lumtur gjatë këtyre 12 viteve, sepse mund ta quaj 12 vite jo punë. 12 vite shkollë, 12 vite eksperiencë, 12 vite emocione, 12 vite mund të them krenari. Kjo e bën të bukur këtë punë edhe që të ndihesh mirë, domethënë. Edhe e vlerësoj shumë që ndave diçka nga vetja në këto momente, sepse mbi gjitha mund t'japim një mesazh shumë të madh për të rinj që janë duke na ndjekur Kostika, sepse her pas here, sidomos të rinjtë e ditëve të sotme fokusohen tek një profesion, sikurse janë edhe ato trendet e momentit, por le të mos harrojmë që punë të tilla, shërbime të tilla, nëse nuk do t'i quajmë vetëm punë, janë vërtet shumë fisnike dhe na bëjnë të jemi gjithmonë edhe më tepër të plotësuar, jo vetëm në aspektin e financave, por në të gjitha aspektet e tjera. Doja të shtoja diçka që si të krishterë që jemi dhe programi është i tillë, këngët në vazhdim përçojnë të njëjtin mesazh. Kjo është një gjë tjetër që Zoti ka bërë për mua, që solli në jetën time shumë njerëz. Përshëndes Marlenën, e cila na ka mbajtur pranë, na ka mësuar shumë, të gjithë stafin e saj që ka punuar, të gjithë bashkëpunëtorët e saj, dhe duheshin njerëz që të na prezantonin këtë lloj pune, të na bënin pjesë të misionit të tyre, dhe nga ana tjetër me gatishmërinë që ju përshtatëm, ecëm në këtë rrugë dhe vërtet mësuam shumë gjëra. Po e përmend këtë gjë sepse nevojiten njerëz që të hedhin syt atje ku ka nevojë komuniteti. Dhe më pas shikon përvoja të bukura, emocione të bukura, vepra të mira. Një nga gjërat që kemi diskutuar shpesh është nëse do shikonim, shumë njerëz hidhen për të ndihmuar me gatishmërinë më të madhe për fëmijë, për të rinj.
ka filluar dhe është një gjë shumë e mirë dhe ka ende nevojë për personat që janë me aftësi ndryshe. Po. Por në raport me të gjithë shtresat, në raport me të gjithë brezat dhe moshat, ka shumë punë për të bërë për të moshuarit në qytet. Fatmirësisht ka shumë programe të ndryshme Ajo dhe që u unë gëzova përmenda që dje më kishte herët. shumë aktivitete Po. të natyrave të ndryshme, i pash nëpërmjet rrjeteve sociale, por mendoj që duhet të ketë akoma më tepër aktorë. Sepse nevojat e tyre janë të Po. përditshme, jo vetëm në një ditë specifike. Prandaj në kuadër të këtyre që jemi duke thënë dhe nga përvoja jote përgjatë këtyre viteve, të cilat janë disa nga gjërat që ndoshta u mungojnë më shumë të moshuarve në jetën e tyre të përditshme. Do thoja gjë kryesore është vëmendja. Sepse në qoftë se ndalesh dhe vëzhgon ose mediton për të moshuarit, atëherë identifikon shumë nevoja. Gjëja kryesore është që të moshuari ka nevojë për njerëz, ka nevojë për shoqëri, ka nevojë për një bisedë. Ne kemi një shërbim prej 22 vitesh, shërbimin e klinikës Kennedy dhe Po. nga klinika Kennedy ka nisur shërbimet për të moshuar, sepse vetë Marlena është një infermiere që ka sjellë përvojën e shërbimit në shtëpi për pacientët. Pjesa më e madhe e tyre ishin të moshuar, këtu u identifikua nevojat dhe kemi ngritur gjithë këtë punë edhe me të moshuarit. U ndalën, duke parë që janë të moshuar, u ndalën dhe treguan vëmendje. Dhe besoj Dhe, që edhe në ditët po, e sotme vëmendja po, duhet shtuar gjithmonë po, edhe më tepër dhe kundrejt tyre. Tani, duke vazhduar me këtë vëmendje dhe duke u ofruar atyre shërbimin në shtëpi, ne shohim shumë të moshuar janë të vetmuar. E vërtet. Dhe i kanë syt nga dera. Ai që i viziton për ditë është shoferi që i çon ushqimin dhe ai është miku i parë që i thot mirëmëngjes, i thot mirupafshim, mund t'i ndroj baterinë e orës, mund t'i rregulloj radion apo televizorin, mund t'i bëj disa nevojat bazike. ristela për të ndezur zjarin ose diçka të vogël, është i vetmi njeri që shkon për ditë. Jemi, do të thënë, shoferi për ditë, unë disa herë në javë ose një herë në javë, dhe e shikon gjithmonë i kanë syt kurapë dera buzëqeshi. Je duke prezantuar rastet që ju keni në terren apo jo? Po. Po. Dhe shikojmë që vetmia është ajo që implakën shumë të moshuar. Kemi të bëjmë me moshimin nga njëra anë që është ashtu siç është procesi i rritjes, shkojmë në rini, shkojmë në edhe Fizik, pastaj vjen biologjik. pleqëria ose faza e moshimit. Dhe po ajo mplakja në kuptimin që kemi është pafuqia. Po mungesa e vëmendjes, vetmia sjellin shumë probleme të tjera, janë shkaktar të demencës, të depresionin. Këto lën pasoja të tjera në gjendjen emocionale, gjendja emocionale sjell probleme të tjera në gjendjen shëndetësore. Janë të Dhe gjitha këtu të lidhura krijohet zinxhira. një zinxhir pastaj që e rëndon më tepër gjendjen e tyre. Po përsa i përket të moshuarve që ju keni pranë rezidencës, ata janë në kontakt vazhdueshëm me persona të ndryshëm, me stafin aty. Po. Cilat ndoshta nëse ka pasur në një përvojë të veçantë e dëgjuar prej tyre ndër vite që ti dëshiron edhe ta ndash këtu sot. Përvojat janë të shumta, Janë unike patjetër për gjithë secilin prej tyre. janë unike. Le të them që ndoshta mund kam njohur persona edhe mbi moshën 90 vjeç, se ne themi u bëf 100 vjet. Nga ana tjetër themi do t'i shtoni jetës tuaj vite apo viteve tuaj jetë. Di të them që kam njohur shumë të moshuar që ju kanë shtuar jetë viteve të tyre me krenari, me mënyrën se si e kanë jetuar jetën, me gjëra që kanë bërë, dinjitetin që ruajnë ende, përvojën që kanë, ndershmërinë në punë, këmbguljen për të arritur një profesion, për të pasur një jetë të mirë, për të pasur një familje të mirë, për të shkolluar fëmijët e tyre, për të edukuar një prambesa. Them një nga gjëra që unë nuk e harroj është një zonjë mikja ime, Zhaneta Zguri, një nga miqt e librit, tregonte që nipi vinte për pushime
dhe nuk e lejoja që të dilte të luante me shokët pa lexuar 10 faqe çdo ditë nga një libër. Në kohën kur e kam njohur zonjën, nipi kish mbaruar dhe shkollën dhe e merrte në telefon gjyshen dhe i thoshte nga gjërat më të bukura që më ke mësuar në jetë është që të lexoj. Nga ana tjetër shohim besnikërinë që kam pasur në familje. Kam njohur një zotëri, nuk po e përmend emrin, çifti kanë ndruar jetë të dy. E kam pyetur ku do t'ja dedikoje, domethënë kujtimin apo jetën tënde, minjojen. Zonja ishte e pranishme, por vuante nga Alzheimeri. Nuk kuptonte asgjë. Ai përlotet dhe thot, gjithçka ja dedikoj zonjës Tefta. U përlota. Edhe përlota një besnikëri e vërtet. Historinë që e shohin shpesh në Facebook që një i moshuar vizitonte bashkëshorten në rezidencë dhe i pyesin, kjo nuk të njeh, e njoh unë kush jam. Unë e kam parë, e kam jetuar një gjë të tillë. Emocionet janë të shumta, bota është e vogël, kam njohur persona që kam punuar bashkë, kam njohur persona që kam pasur lidhje të ndryshme familjare, persona që nuk kanë shkuar mirë me njëri tjetrin, persona që kanë qenë pror, marrëdhënie nga më të ndryshme që mund të përballen. Dhe besoj që secila prej tyre ka shumë për të thënë. Dhe ishte një situatë që vjen në një moment një krye inxhinier, një zotëri ruaj shumë respekt, pedagog, dhe takon atje, nuk e priste, kishte ndoshta 30 vjet që nuk e kishte parë. Një kolegun e tij dhe i thot, Andrea, ti je këtu? Edhe siç e kanë që duke ndjekur besimin ortodoks, edhe u utua për momentin dhe filloi të bënte kryqin, po u utua dhe filloi ta bënte me të majtën. I tha, ndroje dorën, i tha Andrea, tha se këtu jemi dhe do kemi kohë, mos u çudit. Po që sa e vogël është bota dhe si të sjell jeta. Këto janë emocione nga më të ndryshmet, por në fund të jetës njeriu duhet të ketë me çfarë të krenohet. Dhe kjo nuk është karriera, nuk janë arritjet, nuk është sa të njohin njerëzit. Kam njohur njerëz nga më të ndryshmit dhe vërtet ndihem mirë kur ka njerëz që vërtet kanë bërë punë të thjeshta, punë që nuk bie në sy, kanë qenë mbuq, kanë qenë sanitar, po kur vjen momenti flasin me dinjitetin, po kam rojtur me nder. Dhe aty merr vërtet një kuptim shumë të madh të rojturit me nder. Dhe ne këtë fjali e kemi dëgjuar nga gjyshrit tan, nga prindrit tan, po kur e shikon më konkretisht tek ky brez, atëherë ndoshta ndalesh dhe e kupton më shumë dhe reflekton mbi rëndësinë e kësaj që je duke thënë Kostika. Ne do të kemi një shkëputje të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak, edhe pse jo, për të dëgjuar, për të mësuar më tepër nga historitë me të cilat ti je përballur përgjatë këtyre viteve të punës, por edhe pse jo, për të përcjellë mesazhe shumë të rëndësishme për kujdesin që ne duhet tregojmë në përditshmëri për sa i përket moshës së tretë. Në këto momente shkëputemi për të ndjekur këngën I këndoj dashurisë tënde nga Petrina Kalaveshi. Lart për mi male dhe mi det, jet lumi yt blå dashuri, dhe zemrën time do t'i hap, të më çliroj shëruesi, për të vërtetën unë gëzoj, dhe duar tu çdo ditë ngre, se unë për herë këndoj për dashurin që zbriti. I këndoj
është marrëzi e di. Kur bota tritën të ketë parë, do të shkërcej me gzim, si të shkërcejmë tani. I këndoj dashuri së tënde, 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 i këndoj dashuri së tënde. Rikthehemi sërish në studio, jemi drejt për së drejti në valët e Radio Manuel për gjatë programit Muzik Plus në ditën e sotme. Jam duke zhvilluar një intervistë dhe një bisedë, do ta quaj ashtu të veçantë, me Kostika Zdrulin, punonjës social pranë qendrës rezidenciale për të moshuarit Villa Kennedy këtu në qytetin e Korçës. Kostika pak më parë ka ndarë në lidhje me ato përjetimet, emocionet, eksperiencën e tij në vijat përgjithshme për gjatë këtyre viteve të punës së tij pranë qendrës Kennedy, pranë qendrës së të moshuarve. Dhe Kostika ne e përmendëm pak më herët, un kam parë edhe nga rrjetet sociale, nga fotot e ndryshme, dje keni pasur një ditë festive, prandaj dua të di më tepër se si kanë reaguar të moshuarit. E di që është një festë që vjen vit pas viti, por besoj që tashmë ata janë të njohur me këtë ditë të tyre dhe mezi presin 1 tetorin për të festuar. Apo jo? Po. Siç e thash më përpara që të moshuarit i kanë syr nga dera, dhe po i rikthehen përsëri kësaj, të moshuarit në rezidencë fatmirësisht atje nuk quhen të vetmuar, sepse gjatë gjithë kohës janë me njerëz, janë në përkujdesin e stafit, janë në vëmendjen dhe nën kujdes. Por si të thuash, ne jemi ata që na takojnë për ditë. Si të thuash, na bën një lloj skaneri në kohën që na takojnë, na shikojmë. Jemi lodhur, jemi të sëmur, kemi ndonjë hall, jemi të gëzuar. Thonë sa të bukur e ke këtë këmishën, vajzave u thonë ua sa bukur i ke bërë flokët sot, pra na vjen në re në çdo lloj detaji. Dhe si të thuash, jemi atje, po ne jemi familiarizuar me ta. Si kemi qenë dje, jemi sot. Nuk fshehim dot ato ndjesitë, emocionet, një ditë të bukur apo jo të mirë. Ne po diskutonim dhe si thua, ne gjithmonë bëjmë një plan se çfarë ngjyra do t'i japim festës çdo vit. Përvojat i kemi të ndryshme, megjithatë mendonim nëse do kishim edhe në një vizitor. Unë nga njëra anë gëzohem që ata që na vizitonin kanë qenë në vende të tjera. Nuk kishim media, nuk kishim shkolla, nuk kishim autoritete. Megjithatë ne thamë çfarë do bëjmë këtë radhë, diçka nga që vjen nga jona dhe çfarë do plotësohet nga pjesa tjetër. Thamë në rregull. Ne nuk i zvendësojmë dot vizitorët sepse janë njerëz të ri, objekti i ri, atmosferë e re, domethënë ne te vizitorët të moshuarit nuk vizitojnë çfarë sillin apo çfarë bëjnë. Prania e tyre është një gjë që i gëzon jashtë masë. Është një lloj sikur ne kthehemi nga pushimet, kthehet një kujdestare pas 2 javësh, është sa mirë, s'të kemi parë, ka diçka të re për të folur. Ka nevojë për vizitorën. Ka nevojë. Jo se nuk na vizitojnë, na vizitojnë shpesh shkolla, na vizitojnë shpesh grupe vullnetare, vinë me pasion, me dëshirë. Por në ndritën e kësaj atmosfere, këtë radhë, ne thamë në rregull, ndoshta të bëjmë diçka që të zgjas më tepër festa, se ka shumë të moshuar që thonë po festa është, mbaruam, hengrëm, pim, kënduam pak edhe do qëndrojmë më gjatë në festë. Si, në rregull, do ulemi dhe ne me ta në tavolinë, do zgjasim më tepër biseda, do zgjasim më tepër këngët, do zgjasim më tepër si thua atmosferën, trokitjen e gotave, sepse rutina e ditës varet si janë, nëse nuk janë mirë me shëndet, nëse kanë një nevojë, nëse kanë diçka tjetër,
Unë jam punojës social ose infermieret, ne kemi pak më tepër kohë që t'u kushtojmë një vëmendje. Për një bisedë. Po, e njëjta gjë ndodh edhe me një kujdestare në kohën që po i bën dush një të moshuari apo po i kre flokët, shkëmben një bisedë, por tham të dalim nga rutina e ditës dhe të ofrojmë, do të thënë ne jemi vizitorët e ditës sot, përtej formalitetit të shërbimit për çdo gjë që është nevoja, atëherë kjo është gjë që do bëjmë sot një vëmendje ekstra, si të thuash. Në këtë mënyrë kaluam më bukur, përfshirja e stafit, përfshirja e të moshuarve të rinj, të moshuarit që kishin qejf të këndonin një këngë më tepër. Kjo ishte atmosfera. Nuk e di, më vjen natyrshëm të të pyes që në ditë të tilla a vizitojnë të moshuarit për ata që kanë, edhe i kanë këtu afër familjarët e tyre, a keni surpriza të tilla? Dëgjoj. A kërkojnë ata pavarësisht që aty në një qendër mund t'i gjejnë të gjitha, kujdesin, vëmendjen, dashurinë, a kërkojnë që patjetër një familjar i tyre të jetë aty edhe t'i vizitoj? Patjetër që po. Një zonjë e cila është më e vjetra në rezidencë që tha po tash lumturia më e madhe është pranë familjes. Megjithëse ajo mirë kupton të gjitha kushtet, djemt në emigrim, kushtet e tjera që dhe ajo nuk mund të jetonte dot. Megjithëse ata ishin kujdesur për 10 vjet që mbanin në Greqi, në Skoci, por kushtet e tilla bën që do të them si familja nuk ka dhe i presin me një mall shumë të madh. I vizitojnë në shumë momente të vitit, të jetës, duke përkujtuar shumë data familjare, jo thjesht ditëlindje, kujtime. Por familjarët rrallë herë mund të kenë ndodhur që, do të them, të jenë të sensibilizuar, të thotë, ashtu siç i thotë gëzuar ditën e nënës, thotë gëzuar ditën tënde, ditën e të moshuarit. Do të them që ta kujtojnë në këtë aspekt që prindërit që moshuar jo se nuk e vë në dukje dinjitetin, respektin, me njohje, por nuk kemi vizita ditën e të moshuar nga familjarët. Edhe pse unë të shërbej ky moment për një mesazh për gjithë ata që na ndjekin. Momente të mrekullueshme kemi pasur, siç u thash, nga organizata, nga vullnetar, nga shkolla të ndryshme. Përshëndes shkollën Rashi Qirinxhi që për vite me radhë na kanë vizituar shpesh. Jam i gëzuar që kishin vizituar disa gjyshësh të tjerë me emocione dje, që i kemi parë. Por ndoshta familjarët edhe qytetarët ndoshta duhet ta shikojnë edhe 1 tetorin një lloj si ditë të tjera, si 8 marsi, 7 marsi apo dita e ditëlindjes apo. Si ndikon një qendër si Villa Kennedy në cilësinë e jetës së të moshuarve që janë aty edhe nga eksperienca jote përgjatë këtyre viteve, a shen ndonjë ndryshim tek ta me kalimin e kohës, me kalimin e viteve? Jo vetëm ato ndryshimet që tash më dihem fizike, kam më tepër në aspektin emocional. Dëgjoj, prania e rezidencës Villa Kennedy në Korçë është jo se punoj unë atje apo jam pjesë e stafit, ka ndikuar në një mënyrë shumë të mirë në mirësimin e jetës së të moshuarve në 2 aspekte. Së pari, duke vazhduar shërbimin në shtëpi, i kemi mbështetur që të jetojnë sa më shumë të pavarur në shtëpi, duke ju ofruar ushqimin, pastrimin, mbështetjen sociale dhe ai është i aftë jetojnë në shtëpi, të shkëmbehet me komshinët, të dalë në lulishte, pra vazhdon jetën shoqërore ende. Dhe në momentin kur nuk i shërbejnë dot më vetes dhe nuk jetojnë dot më të pavarur, kanë ardhur në rezidencë, ne jemi përpikur të përmirësojmë cilësinë e jetës, jo thjesht duke ofruar kujdesin bazik, ushqim, higienë shëndetësor, mbi të gjitha duke i përfshirë në një atmosferë shoqërore, duke zbuluar pasionet e tyre, duke zbuluar çfarë janë në gjendje të bëjnë, si ta kalojnë ditën. Dita jonë fillon me gjimnastik, me aktivitete ergoterapie, me një mbështetje jo thjesht mjekësore nga infermierët, po me një mbështetje zbavitëse. Flasim ka të moshuar që nuk e kanë qef lëvizjen,
por duke bërë një veprim të këndshëm, duke kaluar një kohë të këndshme, inkurajohet që të lëviz krahun e paralizuar. Lëvizja është jetë. Po. Dhe këto e rrisin ndjeshëm, mund të duken si gjëra të parëndësishme çfarë po bën, po këto e rrisin ndjeshëm cilësinë e jetës së tyre, po. të moshuarve. Kemi parë shumë raste rikuperimi. Mbaj mend një zonjë nuk kishte fëmijë dhe një person shumë i largët në lidhje po që e kishte ndihmuar jashtëmase tha e solla me idenë që doronte edhe 4 ditë apo jo. Në fakt jetoi edhe 4 vjet të tjera, por jetoi duke u përmirësuar sepse kishte mundësi ta rikuperoni. Po, kjo është diçka shumë e mirë. Këto janë ato mënyra se si ndikon rezidenca dhe fatmirësisht me kalimin e kohës, me përvojën që ditë të them që nuk është se kemi gjetur një përvojë të tillë se si duhet një rezidencë me standarde të mira. Shumë gjëra kanë nisur nga zeroja dhe me kalimin e viteve jemi përpjekur sa më shumë të rrisim standardet, jemi përpjekur sa më shumë të përmirësohet jeta e tyre dhe në këtë mënyrë kemi parë dhe të moshuar që kanë ndryshuar, kanë gjetur shpresën për jetën. Kostika, përgjatë këtyre viteve nga ajo që unë di paraprakisht, ti ke parë eksperjenca të ngjashme edhe për te vendit tonë, për shkak të trajnimeve ndoshta, konferencave të ndryshme, por dhe marrjes së eksperiencave në vende të tjera në të njëjtën natyrë të punës suaj të përditshme. Mendon se ne si shoqëri po bëjmë mjaftueshëm për të mbështetur dhe për të vlerësuar të moshuarit? Përgjigjen po apo jo do ta jap në fund, por fatmirësisht edhe unë ashtu si shumë punonjës ose ish punonjës kam pasur mundësinë që të shkoj me Malen Vandevort, drejtoresha dhe një nga themeluesit e rezidencës që vazhdon të punojë ende fort. Kemi pasur mundësinë të shkojmë në Belgjik, nga ka ardhur kjo përvojë. Po. Për të parë se si u shërbej të moshuarve. Dhe pyetja që i kam bërë Malenës kur ishim në Belgjik ish, ju si shtet çfarë industrie keni? Nuk e prisja përgjigjen e tha Chelsea i ekonomisë apo industrisë tonë apo zhvillimit tonë është ne ofrojmë shërbime. Reflektova dhe në ndërvite kemi pas shumë miq të Malenës kryesisht nga Belgjika, por edhe nga vende të tjera, nga Anglia, Hollanda, Amerika, nga vende të tjera që kanë ardhur në rezidencë, na kanë trajnuar, na kanë dhënë përvojën e tyre, na kanë mësuar, kanë lënë kontakte të vazhdueshme këshillimi. Dhe këtu kuptoj që vërtet ne nuk po bëjmë mjaftueshëm. Sepse jam emocionuar një radhë Malena kishte një set mjetesh të cilat ishin për persona me aftësi të kufizuara, të ndryshme, kryesisht fizike, për persona invalid, dhe tha, dua të paktën t'u tregoj ti dini se si edhe një person me një krah mund të hap një konservë, mund të hap një shishe, mund të marr diçka që i ka rënë për tokë, mund të hap grilën, pra dhe ne po i shikonim gjëra që na besoheshe, apo dikush që i ka rënë ndjeshmëria e duarve, unë i shikoja një palë kështu lugë dhe pirunj që kishin një bish të trashtë. I shikoja si orendi luksi, tha, po jo nuk janë luks këto janë për persona që nuk e ndjejnë, nuk e mbajnë dot në dorë. Se një person që i dridhe dora do diçka më të plot, më të trashtë, një filxhan më të madh, një lugë me bish më praktik për ta kapur. Dhe shikoja, më thënë, çfarë gjëra ka bërë bota dhe sa kemi për të mësuar. Unë më pëlqen që të kap detaje, kam një mik që studion mjeksi në Londër, më dërgon një foto të përshëndes dhe pasi pash mikun, shikoj që në sfond ishte një tabele qarkullimit rrugor me një ikonë, 2 të moshuar. Do të thënë, aty tregonte kujdes se këtu ka të moshuar, pra mund të ishte një rezidencë apo mund të ishte diçka tjetër, pra vëmendja kishte arritur do të thënë ne mund të shikojmë edhe një tabel qarkullimi me 2 të moshuar, po vëmendja e tyre ishte shumë e madhe. Në këtë drejtim mendoj që
shoqëria jonë duhet të bëjë më tepër. Ne kemi bërë një shkollë, unë e quaj 12 vjeç shkollë, por ashtu si unë çdo person që ka ardhur në Villa Kennedy e quaj së pari e shikojmë si shkollë, sepse në Shqipëri nuk ka një institucion që të përgatitesh të punosh me të moshuarit. Po. Kam pyetur persone që kanë mbaruar shkollën për punonjës social dhe në kurrikulën e studimit ka pasur shumë pak leksione, jo lend. Shumë pak leksione se si të jesh punonjës social për të moshuar. Sikur se kemi lenda një e mësues që duhet geriatrisë punojë në me infermieri është shumë e cunguar. Po. Edhe mjek geriatër në Shqipëri ka pak. Shkolla apo kurse apo trajnime se si të jesh një kujdestar për të moshuarit ka shumë pak. Fati ynë është që ne na kanë trajnuar, na kanë mësuar dhe ne vazhdojmë që ta përçojmë këtë përvojë nga kur vjen një staf i ri, gjëja kryesore që kemi është çfarë di, shumë mirë që e di, nuk themi që ta harrojmë përvojën që dikush ka punuar me të moshuarit, po tani këtu do t'i mësosh sipas Villës Kennedy, jo siç e di ti. Ka një mënyrë tjetër, qoftë deri te mënyra se si ai jep gotën një të moshuarit, sepse ke parasysh nëse ai nuk e gëlltit me ruin, është një gaburimet kryesore që mund të shkaktoj një fatale. Po. Dhe mendoj që kemi shumë për të bërë, aspekte dhe shikoj që organizatat janë ato që gjithmonë sillin përvojën dhe aspektet të ndryshme, artizanatin, lojrat, dominot, festimi ditëlindjes, jeta në komunitet, piknik, jo thjesht një pako ushqimore. Një pako ushqimore është diçka e lehtë për t'ia dhënë, është një lloj të moshuarit, nuk janë lyps. Po mënyra si e jep atë pakon ushqimore, patjetër. Ajo e vlen për gjithçka. Dhe Duhet një nga gjërat që kujdesshëm në këtë aspekt. Ne kemi një punonjës të ri dhe ishte në trajnim ditët e para me shoferin, edhe vetë një moshuare e shpreu mënyra se si ma jep ti ushqimin. Për mua nuk ka nevojë ushqimi. Për mua ka nevojë kjo lloj përkujdese. Mënyra se si ma jep atë paketën e ushqimit që çojmë për ditë. Edhe i tham shoferit tash, kjo është një nga aspektet. Ti nuk je vetëm shoferi. Çdo punonjës atje ka, le të themi, 40% është punonjës social. Dhe megjithatë ky është një mesazh për gjithë ata që na ndjekin, na qofshin duke punuar me të moshuarit, por edhe jo, edhe në përditshmëri, mënyra se si qasemi kundrejt tyre, sepse megjitha le të mos harrojmë, ata duan dhe duhet jetojnë me dinjitet dhe ti trajtojmë patjetër me shumë dinjitet edhe në këto marrëdhëniet e përditshme dhe në gjërat e thjeshta që ne mund të ndajmë me njëri tjetrin. Do të kemi një shkëputje të shkurtër muzikore, rikthehemi së bashku vetëm pas pak, por në këto momente ju ftoj të ndiqni këngën Për ulen përpara teje, kënduar nga Çimi dhe Nisa. Me dashuri më ke mbuluar, me ante qakutën atje në kryq më ka tim ti ke pastruar sa i humbur unë pas kam qënë veçiri për mua, o sot sa fort, ti mua më do, o sot sa fort, ti mua më do, o sot sa fort, ti mua më do, o sot sa fort.
qakuton, atje në kryq më ka tim, ti ke pastruar, sa I humbur, unë pas kam qënë, veçini yt më ka mbuluar, dhe jetën tënde ti atje në kryq dhe gjithë jo vetëm për mua, o Zot sa fort ti mua më do, o Zot sa fort ti mua më do, o Zot sa fort ti mua më do, o Zot sa fort ti mua më do. Për ulem përpara teje është një tjetër këngë në gjuhën shqipe që na rikthen në studio në programit Muzik Plus dhe në fakt sot kam pasur një bisedë të gjatë me Kostikën, mjaft interesante duke dëgjuar historitë dhe përvojat e tij dhe besoj që të gjitha ato që ai ka ndarë të kenë erdhur dhe si mesazhe sensibilizuese për gjithë secilin prej jush që jeni duke na ndjekur për sa I përket mënyrës se si ne tregojmë kujdes, dashuri për kushtim, për të moshuarit, jo vetëm në një ditë caktuar sikurse është 1 tetori, por në çdo ditë të jetës sonë dhe me ato veprimet tona të përditshme të vogla. Prandaj Kostika, për ta mbyllur këtë bisedë, çfarë mesazhi ti do të doje të përcjellje si për të rinjt mbi të gjitha, por edhe për vetë moshuarit në këtë ditë kaq domethënëse, ndoshta edhe për institucionet që janë duke na ndjekur. Do doja të kujtoja disa shprehje së pari. Të moshuarit vetë thonë rojtën pa u plakë. Në një mënyrë tjetër një nga këngëtarët e korit lire ka shprehur mbi flokë dë borna ka rënë. Dhe një varg biblik thotë që thinjit e bardha janë kurora e lavdis. Pra, duhet I mësoj më tepër moshimit se sa plakjes, dhe kur je moshuar je si ajo vera e vitër, dhe vlerat dhe fisnikeria është shumë e dukshme, dhe do doja që jo vetëm të rinj, po kushdo që ka pranë një të moshuar, jo thjesht gjyshrit, prindrit, vëllain e gjyshit apo me radhë, kushdo që ka pranë një të moshuar, të ndalet ta vështroj, ta vëzhgoj, nëse është nevoja që ta ndihmoj në nevoja që ka, sepse kur sheh identifikon dhe nevoja. Po, patjetër. Nga ana tjetër, duke I dëgjuar, gjithmonë do largohesh me një përvojë të mirë, me emocione të shumta dhe me mësime të vyera. Do doja që sa më shumë ne si shoqëri ta vlerësonim këtë gjë dhe gjithmonë t'i kishim syt edhe të moshuarit, jo vetëm te fëmijët, sepse vetë si Kostika mund të them që në qoftë se nuk I kemi syt të moshuarit, ata nga njëra anë janë e shkuara, por mos harrojmë që janë e ardhmja jonë. Kam lexuar një libër, Pavioni kancerozve nga Aleksandr Solzhenitsyn, I cili trajton ngjarjet në një spital ku trajtohet inxhinieri, mjeku, kuadroja, adoleshenti. Aty zhvillohen të gjitha idetë e tij politike nëpërmjet këtyre njerëzve. Dhe në kohën që lexoja librin, mendoja që unë po jetoj këtë gjë në një rezidencë të moshuarit ku takohen të gjithë këta njerëz dhe ndajnë të gjitha këto përvoja, të gjitha këto emocione, të gjitha këto halle, nevoja, të gjitha me radhë. Dhe them që të moshuarit kanë nevojë për vëmendje, por mendoj që vetë shoqëria ka nevojë për të moshuarit. Shumë bukur kjo.
Unë të falenderoj vërtet shumë Kostika për gjithçka që ndave në ditën e sotme. Kënaqësi të ishim së bashku në këtë bisedë kaq të veçantë dhe të uroj shumë bekime dhe suksese në punën tuaj të përditshme me të moshuarit ty, por edhe gjithë stafit tuaj. Ju falenderoj për ftesën dhe përshëndetje nga gjithë stafi që më ka dërguar. Kënaqësi të ishim së bashku. Unë të uroj një ditë të mbar në vazhdim. Shkëputemi miq për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, ndjekim Shërbëtori i Mbret kënduar nga Kisha Ungjillore Libonik Mali, që rikthehemi së bashku pas pak.